Çdo ditë më tepër në rrugët e qytetit shikon pensionistë që kalojnë kohën në shoqërinë e njëri tjetrit. Largimet masive të moshës aktive nga veti ka lënë pasoja në familjet shqiptare, veçanërisht tek mosha e tretë. Pa fëmijë afër, pensionistët përballen me mungesën e vëmendjes. Ata që janë në gjendje më të mirë shëndetësore dalin dhe kalojnë kohën me njëri tjetrin, ndërsa për të sëmurët jetesa është edhe më e vështirë. Në hapësirën e quajtur pranvera shikon pensionistë që mundohen të kalojnë kohë cilësore duke luajtur domino. Për ta hapësirat janë të pakta, ashtu siç është e pakët dhe vëmendja e institucioneve të shtetit. Ja, shumë hajde vërdallë dhe ikim. Unë jam me prostat, nuk luaj dot. Unë rinë sope këtu dhe ikim shpi. Është nevojshme të jenë jam. Po e nevojshme që pos. Unë nuk merrem dot me atë punë. Të bëhet një ndërtesë, nuk do jetë keq. Edhe të ketë edhe banjë, se pa banjë pastaj ata pensionistë janë. Moshë thyer. Nevojshme kanë patjetër një banjë. Kaq. Pensioni është kot. Ky që marrim ne. Ky nuk mjafton as për gjë. As për kafe nuk del. Me 100.000 lekë çfarë bëj unë? Se pension është ky? Me merrem me torë në avash me të keq. Mbretjave që kam gruan aty te puna që punor, se ndryshe falimentoj direkt ngel des rrugëve. Pa fëmijë afër dhe në pamundësi për të rritur niprit e mbesat, ashtu siç kanë dëshiruar, pensionistët janë sot pjesa e shoqërisë që po vuan pasojat e shpopullimit.